Institucionet e obliguar nga qeveria dhe nuk kanë dhënë detaje lidhur me inspektimet që po ndodhen në higjienën komunale dhe institucionet përkatëse, ndërsa ende nuk është gjetur përgjigja se ku është ngërshi i asaj që po ndodh në qytetin e Shkupit me mbeturinat. 2 ditë më parë me urdhër të qeverisë, Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me inspektoratet përkatëse fillua një aksion inspektues në ndërmarrje publike higjiena komunale. Sipas burimeve tona, disa inspektor hynë edhe në ambientet e ndërmarrjes dhe kanë kryer kontrolle ku janë marrë në shqyrtim një pjesë e konsiderueshme e dokumenteve që lidhen me punën dhe menaxhimin e kësaj ndërmarrje publike. Paraprakisht, Prokuroria e Shkupit kishte paralajmëruar se do të zgjerohen aktivitetet e saj hetimore, duke theksuar se urdhri për inspektim nuk do të kufizohet vetëm në ndërmarrjen higjiene komunale, por mund të përfshijë edhe institucionet e tjera që kanë lidhje me menaxhimin e mbeturinave në kryeqytet. E përderisa i gjithë Shkupi tashë një kohë të gjatë po zhyten në mbeturina, 2 ditë më parë, drejtori i higjienës komunale Sabahadin Rustemi tha për Alsat se aktivitetet në këtë ndërmarrje po zhvillohen sipas plan programit për grumbullim. Por sipas tij, muajt e fundit janë hasur vështirësi në grumbullim për shkak të automjeteve speciale të vjetruara dhe jashtë funksioni, ndërsa shtoi se kohëve të fundit edhe disa shoferë të ndërmarrjes nuk janë paraqitur në punë pa dhënë asnjë arsyetim. E gjithë kjo, sipas Rustemit, ka ndikuar në efikasitetin e kryerjes së aktiviteteve të ndërmarrjes në terren, ndërsa shtoi se dyshon për prapavi politike. Nga ana tjetër, bordi ekzekutiv i organizatës sindikale të Sutkozit në higjienën komunale të Shkupit tha se të punësuarve të ndërmarrjes tash disa muaj u lëshohen pagat me vonesë, edhe pse në llogarinë e ndërmarrjes rregullisht transferohen mjete nga paratë që qytetarit i paguajnë faturat. Ndërkohë, një ditë pas kronikës së Alsat, punonjësit e higjienës komunale njoftuan se kanë marrë pagat.